Kryetari i Komunës së Prizrenit Shaqir Tota i shpreh ngushëllime për vdekjen e profesor doktor Eqrem Kryeziu. Ai shkruan: Profesor Kryeziu la gjurmë të pashlyeshme në historinë tonë të re, si një nga themeluesit dhe figura qendrore të lidhjes së demokratike të Kosovës, si dhe në udhëheqjen e zhvillimit të qytetit të Prizrenit. Kontributi i tij në sferën akademike si profesor i letërsisë shqipe. Ngushëllime të sinqerta familjes Kryeziu, miqeve, kolegëve dhe të gjithë bashkëpunëtorëve. I përjetshëm qoftë kujtimi për të rinë paqe, profesor. Kryetari i LDK-s Abdi Gjiku për Eqrem Kryeziun shkruan: ishte pjesë e brezit elementar të LDK-s. Kryetari i LDK-s Lumir Abdi Gjiku ka reaguar për vdekjen e Eqrem Kryeziut. Abdi Gjiku ka thënë se Kosova ka humbur një intelektual të shquar, një veprimtar të orëve të para dhe një shërbyes të përkushtuar të institucioneve të saj. Profesor Eqremi ishte pjesë e brezit elementar të LDK-s dhe bashkëudhëtar i palëkundur i presidentit Rugova. Për më shumë se 2 dekada udhëhoqi degën e LDK-s në Prizren, shërbeu si nën kryetari parë i LDK-s, deputet e kryetari i Komunës së Prizrenit në vitet e para e më të vështira të lirisë, shkruan Abdi Gjiku. Ramosh Haradinaj për vdekjen e Kryeziut shkruan se Kosova humbej një burr shtetas që la gjurmë të pashlyeshme. Edhe ishe presidentja Kosovës Vjosa Osmani ka reaguar pas vdekjes së ishe kryetarit të Prizrenit Eqrem Kryeziu, duke vlerësuar lart kontributin e tij në jetën politike, akademike dhe institucionale të Kosovës. Ajo ka cilësuar Kryeziun si një intelektual që i dha sharm demokracisë, duke theksuar se ai për dekada me radhë dha kontribut të rëndësishëm në jetën publike të vendit. Profesor, intelektual e veprimtar i palodhur Eqrem Kryeziu i shërbeu vendit me dije, guxim dhe përkushtim, ka shkruar Osmani.